Bismillahirrahmanirrahim. Allahu na njofton një hadith kutsi ku e transmeton pejgamberi alayhis salam që thot kush më tutet në dynjat ka me siguru në ahiret. Po kush i jep vetit garancë në dynjat, atëherë ka me friksu nesër në ahiret. Për këtë arsye kur ka vdek një shok i pejgamberit alayhis salam, i cili e ka pas emrin Uthman, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Ky Uthman ibn Madhun kur vdes edhe po e përcjellin xhenazën e tina, njëna prej muslimanëve, Ummu Ala e ka pas emrin, thot dëshmia jam, unë dëshmoj që këtë njeri Allahu e ka nderuar. Kjo fjalë jap me kuptuar që ai ka fituar xhenetin, edhe pi thot pejgamberi son ka pedin ti. Ka pedin që e ka nderuar Allahu, ka pedin që ky e ka fituar xhenetin, po thot nëse këto se ka ndërru, nëse këti s'ja ka dhonë xhenetin, nuk e di kujt, për shkak se është kon njeri që ka marrë pjesë në luftën e Bedrit, është kon vllai i pejgamberit alayhis salam prej qumshtit. Uthman ibn Madhuni është kon i pari që ju ka dhonë epiteti prej selefit. Ka pas shumë cilësi që është dallu ky njeri, për këtë arsye thot ky e ka merituar që Allahu me bopi banorëve të xhenetit. Po thot pejgamberi sa më dëgjon çfarë po thot. Wallahi thot dëshmia jam për këtë njeri është që i ka ardhur deka, ka kaluar një jetën e përjetshme. Mirë po thot wallahi, po bombe pejgamberi sa po betohet. Thot unë pejgamber jam, thot edhe nuk e di çka ka menduar nesër me mua para Allahut xhashonu. Për çata një herë një njeri ka thon Hasan al-Basriut. I ka thon o Hasan al-Basri, po rrim thot me do njerëz që po na shtin tutën shumë. Nuk po na dhojnë fort ymët për atë dynjë. Po thot Hasan al-Basri pi drejtohet këtij që pi bën pyetje. Thot me nejt me njerëz që ta shtin tutën këtë dynjë. Po nesër para Allahut kur dish që me koni sigurt, është më mirë se sa me nejt me njerëz që në këtë dynjë ta bojnë rrafsh. Hajt se kemi fituar xhenet. Hajt bese, kollaj është me shku në xhenet. Thot në dynjë t'jopin garancë nesër kur dish para Allahut ka frika dhe trishtimi. Kështu që më mirë është me nejt me ata cilët ja kanë tutën Zotit këtë dynjë, po nesër para Allahut janë sigurum. Për që ata muslimani sa është në këtë dynjë, punon për me fitu xhenetin, edhe çdo herë e ka shpresën që Allah i ka me mëshiru dhe ka me konë prej xhenetlive, po edhe ka tutën që mos rastisht po e fiton xhenemin. Një shok i pejgamberit sa Muadhi, Allah qoftë i kënaqur me to, kur e ka godit një smundje dhe pe kësaj smundje vdes, smundja e mortajës, ky shok i pejgamberit sa momentet e fundit të jetës po e vren që po del pe kësaj bote. Edhe pi vetë shokët e vetë ta u bo sabaj, pi thonë gati edhe pak, prap pyet ka u bo sabaj edhe pak para sabajt i vjen melaqja e dekës, pi thot melaqës dekës, thot merhaba, mirë se vjen, thot o musafir që kum prit kohë gjatë. Edhe pianis me kajt Muadhi, Allah qoftë i kënaqur me të, po kanë momentet e fundit, edhe pi thot do fjalë, thot o Zot, o Allahu jam, ti e din që sa jam kanë i fuqishëm, sa kum pas forcë, kum punu dhe ta kum pas frikën të kum tut. Në këto momente që po vi, po kaloj jetën e përjetshme, ku nuk e di veni jam ku kom e kanë, në këto momente thet veç i mytin dhe shpresën e kam që ti ki më mfal, të kum tut sa jam kanë i fort, këto e kam i mytin që ki më mëshiru. Zotin abo për aty e cilët i tullëtum Zotit në dynjet, e nesër para Allah xheleshonuhu me kam për aty që Allah na garanton dhe na jep siguri e nuk kemi frikë në atë ditë cilën do të jetë merr dhe trishtimi i madh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja,